Dhe nuk është absolutisht e arsyeshme as e logjikshme që njeriu sa nuk i pëlqen një realitet ta mohon. E mohuam, e pohuam, nuk ka më rëndësi. Ai realitet ka më ndodhur. Sikurse për shembull çështja e llogaridhënies për Allahut më në gjykimit. Do njerëz nuk e besojnë. Do njerëz nuk kush u kthye atij. Do njerëz e besojnë. Çështja e njerëzve në këtë dunjë. Mirë po. Ata që nuk e besojnë llogaridhënien, nuk besojnë ringjallje. A do të mbetin pa ringjall? Edhe ringjallja është vetëm për ata që besojnë? Absolutisht nuk është kjo ndarje kështu. Besuan njerëzit, nuk besuan njerëzit. U përgatiten për takim me Allahun dhe llogaridhënien, nuk u përgatiten. Është çështje personale tyne, po realiteti nuk ndryshon. Nëse Allahu xhallahu ala përmes të gjithë do dalin për të mënduar. Prandaj sa më herë njeriu këndellet kashi këtyre realiteteve, aq më mirë për të, dhe aq më tepër mundësi për ta përmirësuar orientimin e jetës dhe për të përcaktuar drejt qëllimeve të kërkuara.